Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve pritet të mblidhet me datë 28 janar për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërkohë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kallëzuar në SPAK kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për shkelje të rregullore së kuvendit për mosmbledhjen e këtij këshilli. Ardit Hoxha është me mua në studio për të diskutuar se çfarë pritet të ndodhë në fakt me të dy këto zhvillime, por edhe me të tjera të cilat janë intensive nga politika. Ardit, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se dëgjes. Tani me 28 çfarë pritet të ndodhë sipas precedentëve që kemi parë deri më sot paktën? Mbledhja e datës 28 e Këshillit të Mandateve Rregullore është kërkuar shumë herë në fakt fillimisht nga opozita, ndërkohë që nga ana e majorancës socialiste fillimisht ishte zoti Rama ai që mbajti që tregoi qëndrimi dhe që më pas në mënyrë të heshtur u zbatua dhe u ndoq nga pjesa tjetër e Partisë Socialiste në kuvend dhe përfaqësuesve të saj në Këshillin për Mandatet dhe Imunitetet. Rregulloria të paktën dikton, po shkojt fillimisht me qasjen rregullores, pastaj me precedent me rastet e mëparshme se çfarë ka ndodhur. Rregulloria dikton që pasi kanë shqyrtuar të gjitha aktet që ju janë dorëzuar nga prokurorët, pala mbrojtëse, avokatët pra e zonjës Balluku, por po ashtu edhe dy palet politike në Këshillin e Mandateve, 5 përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe 5 përfaqësuesit e Partisë Demokratike, do duhet që Këshilli të dalë me një vendimarrje nëse do e pranoj, nëse do e refuzoj, dhe mbi bazën e kësaj ndërtohet raporti që më pas i dërgohet seancës plenare. Dhe është seanca ajo që vendos përfundimisht me shumicë votash për heqjen apo mos heqjen e imunitetit të deputetit të zonjës Balluku, që më pas po themi krijon pasoja të tjera politike për vendin, por edhe për vetë zonjën Balluku në të dyja rastet. Sikur nëse nuk i hiqet imuniteti, ajo vazhdon të mbaj postet e saj shtetërore, dhe po themi SPAK-u do duhet të gjejë një rrugë tjetër për të realizuar po themi ato qëllimet ose kërkesat që ka depozituar në parlament. Dhe nga ana tjetër për Partinë Socialiste sigurisht edhe aty krijohen të tjera rrugë dhe pasoja politike, sigurisht sepse është ndryshe po themi të kesh një numrin e dytë të qeverisë pa imunitet dhe që i dorëzohet drejtësisë për të përballur me drejtësinë, dhe nga ana tjetër ka tjetër në qasje dhe është tregues tjetër kur një kërkesë të drejtësisë të prokurorisë së posaçme në këtë rast për numrin e dytë të qeverisë, majoranca i përgjigjet me refuzim. Në fakt, në memorien time nuk është se do të ishte hera e parë që do të ndodhte një gjë e tillë, pasi në mos gaboj edhe në rastin Tahiri, Partia Socialiste ka pasur pak a shumë të njëjtën qasje, por atëherë vetmi ndoshta ndryshim që mund të jetë me këtë rast është që në atë rast ka qenë Prokuroria Krimeve të Rënda, pra ende nuk ishte krijuar SPAK-u, pavarësisht se reforma drejtësi ishte miratuar në parime dhe kishte filluar të ngrihej struktura e drejtësisë së re, por në atë kohë kërkesa në kuvend ka shkuar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, ndërkohë që këtë herë shkon nga SPAK-u dhe në fakt precedenca me SPAK-un, raporti që ka pasur Partia Socialiste me SPAK-un në këto 7 apo 8 vitet që nga momenti i krijimit ka qenë që asnjëherë nuk e ka refuzuar dhe madje edhe deklaratat e përsëritura të si të zotit Rama, por edhe të përfaqësuesve të lartë Partisë Socialiste në kuvend ka qenë që sa herë që SPAK-u kërkon, parlamenti, sistemi, po themi, majoranca, jep mundësinë që të hetojë dhe të shkojë deri në fund të gjithë procedurave ligjore. E kuptoj, por argumenti ishte që u shty, ishte se do prisin vendimin e kushtetueses për pezullimin nga detyra. Ka lidhje këto dyja me njëra tjetrën? Në fakt,
çështja në gjykatën kushtetuese dhe kërkesa që ka bërë SPAK për së dyti në parlament, deri diku janë edhe çështjet ndara pavarësisht se thelbi i njëjtë mbetet, pra subjekti është i njëjtë, po subjekti është i njëjtë, pra edhe herën e parë SPAK-u kërkoi pezullimin e zonjës Balluku për disa procedura tenderash, ku dyshohet që të jetë shkelur barazia në tendera e pjesëmarrësve në garën për tunelin e Llogaras, por edhe disa tendera tek lotet e Unazës së Tiranës. Pas rrëzimit që u bën gjykatë kushtetuese pezullimit të zonjës Balluku për detyrat e saj qeveritare, SPAK-u shkoi në parlament me një kërkesë tjetër, pra këtë herë nuk është se kërkoi pezullimin e saj nga detyra, por i kërkoi leje kuvendit që ky zyrtar i lartë që ka imunitet parlamentar, ne duam që të kryejmë procedura të tjera hetimore dhe që më pas t'i kërkohet gjykatës ndoshta edhe masa më të rënda shtrënguese ndaj zonjës Balluku. Kështu që e parë në këtë aspekt unë nuk duhet bëj juristin sepse nuk jam jurist, por nga pikpamja ime dhe të paktën ajo eksperiencë që kemi, këto janë deri diku dy çështje të ndryshme procedurale. Pavarësisht se vendimarrja që do të marrë gjykata kushtetuese në datën 22, pra nëse do e shpall kushtetuese apo antikushtetuese kërkesën e parë apo vendimin e parë të SPAK dhe GKK që pezulluan zonjën Balluku, kjo është një kërkesë ndryshe. Pra, edhe nëse në datë 22 gjykata kushtetuese të dalë me vendimin dhe të thotë që vendimarrja që kërkoi SPAK-u dhe që e mori GKK për ta pezulluar zonjën Balluku nga detyrat e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjisë dhe infrastrukturës ishin antikushtetuese, kjo nuk cënon kërkesën e dytë të SPAK-ut, i cili thotë në kuadër të hetimeve dhe të gjitha materialeve që ata kanë grumbulluar në punën e tyre investiguese, kërkojmë nga parlamenti që të na jepet mundësia për të marrë hapa të tjerë procedurial dhe ligjor kundrejt zonjës Balluku. Cilët janë argumentat me të cilët Partia Demokratike ka kallëzuar në SPAK Niko Peleshin? Shikoni, për zotin Peleshi, qasja e Partisë Demokratike ka qenë shumë e ashpër dhe po themi ndoshta ndër më agresivet që Partia Demokratike ka pasur me drejtuesit e kuvendit. Vlen të kujtoj këtu që nuk ka pasur